Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal-mursalin. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awlad al-Husayn wa ala ashab al-Husayn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplot. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Paqja qoftë mbi Husejnin, paqja qoftë mbi Aliun, birin e Husejnit, paqja qoftë mbi fëmijët e Husejnit, paqja qoftë mbi shokët e Husejnit, paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju të dashur vëllezër dhe motra. Në vazhdim të temave për rreth Karbelas dhe Imam Husejnit, për sot do të flasim rreth temës pse shumica e njerëzve nuk e mbështetën Imam Husejnin, paqja qoftë mbi të. Imam Husejni ka thënë: a ka ndonjë përkrahës që të na përkrah? A ka ndonjë ndihmës që të na ndihmoj? A ka ndonjë mbrojtës që të mbrojë familjen e të dërguarit të Allahut? A ka ndonjë monoteist, besimtar i sinqert që ka frikë Allahun për ne? A ka ndonjë shpëtimtar që shpreson shpërblimin e Allahut duke na shpëtuar? Këto janë ndërthirrjet më prekse të imamit ton të dashur, Imam Husejnit, paqja qoftë mbi të, në ditën e Ashuras në Karbela, të cilat kuptohen jo vetëm si një thirrje për ndihmë në atë moment historik, por edhe si një thirrje e përhershme për të mbështetur të vërtetën, drejtësinë dhe familjen e profetit Ahlul Bejtin në çdo kohë dhe në çdo vend. Kur përmendim tragjedinë e Karbelas, një pyetje e madhe vjen në mendje. Si është e mundur që nipi i të dërguarit të Allahut, profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali, për të cilin profeti ka thënë: Husejni është prej meje dhe unë jam për Husejnin, të mbetej me një grusht njerëzish në Karbela, ndërsa mirët të tjerë nuk e mbështetën? Përgjigja e kësaj pyetje është e thellë, sepse historia e Karbelas tregon se e vërteta nuk ndiqet gjithmonë nga shumica. Historia na thotë se shumica e njerëzve nuk është gjithmonë me të vërtetën. Këtë e dëshmon edhe Kurani i Shenjtë, i cili na mëson e na thotë pikërisht në surën An'am në ajetin 116: wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Nëse i bindesh shumicës së atyre që janë në tokë, ata do të largojnë nga rruga e Allahut. Ata ndjekin vetëm hamendjen e vetëm gënjejnë. Ky ajet na mëson se shumica nuk është kriteri së vërtetës. Shumica ndjek për hamendjen, pasionet ose devijimet. Në ajete të tjera, Kurani i Shenjtë na thotë se shumica nuk arsyetojnë, nuk logjikojnë, nuk kuptojnë, nuk falenderojnë e të tjerë. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: mos u ndjeni të vetmuar në rrugën e së vërtetës për shkak të pakicës së atyre që e ndjekin atë.
Me këtë thënie, Imam Aliu na mëson se kriteri i së vërtetës nuk është numri i njerëzve që e ndjekin, por vetë e vërteta. Besimtari nuk duhet të heqë dorë nga parimet e drejta, vetëm sepse shumica ndjek një rrugë tjetër. Në shumë raste gjatë historisë, mbajtësit e flamurit të së vërtetës ka qenë të pak, por kjo nuk e zvoglon vlerën e së vërtetës. Në Islam, kriteri i së vërtetës është udhëzimi i Allahut dhe argumenti i drejtë, jo numri i njerëzve që ndjekin një mendim. Në Karbela, e vërteta ishte me Imam Husejnin paqja qoftë mbi të, edhe pse me të ishin vetëm pak njerëz. Edhe profeti Nuh a.s. qëndroi me pak besimtar përballë shumicës. Edhe profetët e tjerë shpesh mbetën të vetmuar. Disa nga arsyet të mos mbështetjes së Imam Husejnit, paqja qoftë mbi të, nga shumica janë: arsyeja e parë, propaganda dhe dezinformimi. Regjimi i kohës së Jezidit nuk luftoi fillimisht me shpata, por me fjalë. Njerëzve u thuhej se Husejni po përçan ummetin islam. Husejni po kërkon pushtet. Dalja kundër sundimtarit është rebelim. Bindja ndaj pushtetit është detyrim fetar. Fuqia e propagandës është ta paraqesë të vërtetën si gënjeshtër dhe të gënjeshtrën si të vërtetë. Kjo ndodhi në kohën e ndodhisë së Kerbelas. Dhe këtë gjë e shohim edhe në këtë kohë, ku propaganduesit përpiqen ta shuajnë dritën e së vërtetës me fjalët e tyre të kota dhe të babaza, por ata sa lodhen kot. Në ajetin 8 të surës As-Saf, Kurani i shenjtë thotë: yuridune li yutfi'u nur Allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Ata duan të shuajnë dritën e Allahut me gojët e tyre, por Allahu do ta përsos dritën e tij edhe nëse e përbuzin jo besimtarët. Në Kerbela, propaganda nuk e ndryshoi të vërtetën, por i bëri shumë njerëz të mos e shihnin ata. Pra u averboi sytë dhe zemrat. Edhe pas Kerbelas e deri në ditët e sotme, propaganda kundër revolucionit të Imam Husejnit është përpjekur ta mbulojë e ta shtrembrojë atë, por përderisa ai revolucion ishte për hir të Allahut, Allahu kur nuk do ta lejojë që drita e tij të shuhet, por drita e tij do të vazhdojë deri në fundin e kësaj jete. Siç ka thënë edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali, vërtet Husejni është fanar ndriçues dhe anije shpëtuese. Arsyeja e dytë e mos mbështetjes së Imam Husejnit ishte ose është manipulimi i opinionit publik. Padyshim, manipulimi i opinionit publik luan një rol të madh në shtrembrimin e së vërtetës. Pushteti në kohën e Jezidit përdori propagandën e cila e paraqiste Imam Husejnin si një rebel që po prishte unitetin e ummetit islam. Kur gënjeshtra përsëritet vazhdimisht, shumë njerëz fillojnë ta besojnë ose të paktën hezitojnë që ta përkrahin, ta mbështesin të vërtetën. Kjo ndodhi edhe me muslimanët në kohën e Jezidit e me vit. Historia na flet se faraoni nuk sundoi vetëm me fjalë, ai sundoi duke manipuluar mendjet. Në ajetin 54 të surës Az-Zukhruf, Allahu i madhruar thot: "Fastakhaffa qawmahu
فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. Faraoni e mashtroi popullin e tij dhe ata ju bindën e tij. Vërtet shumica e tyre ishin popull i devijuar. Ai, Faraoni, e paraqiste veten si mbrojtës të popullit dhe e përshkruante Musain a.s. si kërcënim. Ai tremte njerëzit duke u thënë se Musai donte të ndryshonte fenë dhe rendin e vendit. Ai mburrej me fuqinë, pasurinë dhe mbretërinë e tij. Faraoni i ndau njerëzit në grupe dhe i trajtoi ndryshe për t'i sunduar më lehtë. Ai përdori magjistar, spektakël dhe autoritetin e tij për të ndikuar opinionin publik dhe për ta bërë gënjeshtërën të dukej si e vërtetë. E njëjta gjë ndodhi edhe në kohën e Imam Hysejnit. Të njëjtën metodë përdori edhe Jezidi. Edhe pse shumë njerëz e njihnin të drejtën e Imam Hysejnit, por kishin frikë nga pushteti i Jezidit, nga kërcënimet, burgosjet dhe vrasjet. U përdor terrori, propaganda, blerja e ndërgjegjeve dhe kërcënimet ekonomike dhe politike. Pra, u përdorën të njëjtat manipulime si ato të Faraonit ndaj popullit të tij. Kjo na mëson se një popull mund të mashtrohej kur humbte aftësinë për të dalluar të vërtetën nga propaganda dhe kur ndjek shumicën pa gjykim e pa parime. Arsyeja e tretë e mosmbështetjes së Imam Hysejnit nga shumica është dobësia e besimit dhe mungesa e guximit moral. Të dish të vërtetën dhe ta mbrosh atë janë dy gjëra të ndryshme. Shumë prej njerëzve në kohën e Imam Hysejnit e dinin se kush ishte nipi i profetit Muhammed, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, por nuk patën forcën shpirtërore për të qëndruar pranë tij. Pra kishin besim të dobët dhe u mungonte ai guximi moral që të qëndronin për krah Imam Hysejnit, paqja qofshin mbi të. Arsyeja e katërt, mentaliteti i shumicës. Shumë njerëz ndjekin turmën, masën e njerëzve. Kur panë se shumica nuk po ngrihej me Imam Hysejnin, edhe ata u tërhoqën. Kjo përputhet me kuptimin e ajetit 116 në surën Al-An'am, i cili thot: "Wa in tuti' akthara man fil ardi yadhilluka an sabilillah." Nëse i bindesh shumicës atyre që janë në tokë, ata do të largojnë nga rruga e Allahut. Një nga sëmundjet më të mëdha të njeriut është të thotë: po bëj atë që bëjnë të gjithë. Por ama jo të gjithë mund të jetë në të vërtetën dhe në të drejtën. Njerëzit e Kufës i shkruajtën Imam Hysejnit dhe i thanë që të shkonte tek ata, por kur erdhen kërcënimet, propaganda e në vite, shumica e lanë e braktisën Imam Hysejnin. Ata ndoqën shumicën. Vetë Imam Hysejni, paqja qofshin mbi të, ka thënë: njerëzit janë robër të dynjas, ndërsa feja është vetëm në gjuhët e tyre. Ata e mbajnë atë, pra fenë, për sa kohë që u siguron jetesën, por kur sprovohen, besimtarët e vërtet bëhen të pakët. Sa e vërtet për kjo thënie, e cila dëshmon të vërtetën e atyre njerëzve në kohën e Imam Hysejnit, të cilët pra e braktisën. Kerbelaja tregoi se është e lehtë ta duash të vërtetën me fjalë, por është e vështirë ta mbrosh atë me vepër.
Historia islame na flet qartë se profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, kishte lajmëruar për pozitën e Imam Hysejnit. Muslimanët i dëgjuan thënien e tij, i cili ka thënë Hasani dhe Hysejni janë zotërit e të rinjve të xhennetit. Gjithashtu ka thënë, kush i do ata më do mua, kush i urren ata më ka urryer mua. Po ashtu ka thënë, Husejni është prej meje dhe unë jam prej Husejnit, Allahu e do ato që e do Hysejnin. Megjithatë, edhe pas këtyre fjalëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, shumica nuk e mbështeti nipin e tij, Imam Hysejnin. E pse? Sepse njohja nuk mjafton. Duhet guxim, sinqeritet dhe sakrificë. Ata e njihnin kush është Imam Hysejni, por nuk kishin guxim ta mbështetnin atë. Kerbelaja, media dhe rrjetet sociale. Sot propaganda është më e fuqishme. Një lajm i rrem mund të arrijë miliona njerëz për pak minuta, ose më pak kohë, për pak sekonda më thuhet. Një gënjeshtër e përsëritur shumë herë fillon të duket si e vërtet për shkak të propagandës. Kurani na mëson e na thot: Ja ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. O ju që keni besuar, nëse një i prishur ju sjell ndonjë lajm, verifikojeni. Sepse do të goditni një popull nga padituria dhe do të pendoheni për ata pra që keni bërë. Ky ajet është një parim i madh për epokën e mediave dhe rrjeteve sociale. Para se të shpërndajmë një lajm, duhet të pyesim: a është i vërtet? Kush e ka sjell? Çfarë synimi ka? Kujt i shërben? Po të kishin vepruar kështu pra, edhe njerëzit e Kufës, ndoshta historia e Kerbelas do të kishte qenë ndryshe. Të dashur vëllezër dhe motra, këto ishin 4 arsyet më kryesore të mos mbështetjes së Imam Hysejnit nga shumica e njerëzve në betejën e Kerbelas. Besoj se këto arsye janë edhe reale në ditët e sotme. Prandaj e them me plot bindje se Kerbelaja nuk është vetëm histori, ajo është një pasqyrë e çdo kohe. Sepse ajo betejë ishte betejë e të drejtës me të padrejtën, e të vërtetës me të pavërtetën. Dhe kjo betejë, pra mes të drejtës dhe të padrejtës, të vërtetë dhe të pavërtetës, ka qenë, është dhe do të vazhdojë në çdo kohë dhe në çdo vend, deri në fundin e kësaj jete. Shumica nuk e mbështet Imam Hysejnin, paqja qoftë mbi të, sepse u mashtrua nga propaganda dhe dezinformimi. U manipulua nga pushteti dhe opinioni publik. Zgjodhi të ndiqte turmën në vend të së vërtetës. U frikësua për interesat e dynjas, nuk verifikoi informacionin dhe nuk pati guxim moral të qëndronte me të drejtën. Prandaj, në ditët e përkujtimit të ngjarjes së Kerbelas, le të pyesim vetat tona: nëse do të ishim në Kerbela, a do ta kishim njohur të vërtetën në mesin e propagandës, manipulimit, frikës dhe zërit të turmës? Dhe a do të kishim pasur guximin të qëndronim me Imam Hysejnin, pra me të vërtetën, me të drejtën? Të ringjallësh, të kujtosh pra Imam Hysejnin dhe Kerbelan, do të thotë ringjallje e të vërtetës, ringjallje vlerave të larta njerëzore dhe morale. Do të thotë ringjallje e parimeve. Allahu na bëf për atyre që e njohin të vërtetën, e mbrojnë atë dhe nuk e shesin për interesa
të kësaj bote. Paqja qoftë mbi Imam Husejnin, paqja qoftë mbi Aliun, birin e Imam Husejnit, paqja qoftë mbi fëmijët e Imam Husejnit, paqja qoftë mbi shokët e Imam Husejnit, paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahu qofshin mbi ju.